Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes me gjithë zemër. Duke uruar që çdo gjë që keni planifikuar apo mendoni të realizoni sot, t'ju shkoj përshëmbari me një dëshirë shumë entuziaste në realizime të bukura dhe mbreslënse. Ndoshta që më mëngjes, studio Mirëmëngjes Shkodër frymëzohet nga të ftuarit, sepse ata sjellin shumë ajër, shumë ndjesi. Arti na dhuron shumë ndjesi. Vetë ai përkthehet së brendshmi duke prekur anët më të bukura dhe më të ndjeshme të shpirtit në historitë tona. Arti dhuron ndjesi të papërsëritshme, por udhëton në sfida, përpjekje, kapërcimin e vështirësive, të pengesave, për të mbërritur në stacione të qeta, të bukura, që të japin një hap tjetër për të mbërritur në të tjera state. Ky është një udhëtim i bukur, që ndjehet së brendshmi e që dhurohet me shumë dashuri nga njerëzit me pasion. Pasioni për punën, dashuria për të, është një ndjesi ndër më të bukurat që përshkon jetën e njeriut. Ndoshta këto fjalë e ndjej t'ja drejtoj të ftuarës sime sot. Ajo është një artiste, është një violiniste, koncertiste, që ka kontribut si interpretuese solo, në orkestrë, në mësimdhënie, por prej më shumë se 25 vitesh, ajo veprimtarinë e saj e ushtron në Itali, në një nga kryeqendrat e artit, siç është Firencja. Firencja që njihet për artin e mrekullueshëm, për artin e fjalës, artin që përkthehet në vepra të mrekullueshme, por në atë pasion të madh që vetë njerëzit e bëjnë që ai të jetohet. Ajo ka një histori mbreslënse, do ta quaja, duke kapërcyer të gjitha zigzaget dhe sfidat që çdo njeri i kalon. Ajo ka arritur të ketë një shkollë të sajën, ta drejtoj atë dhe ta mbështjell me dashurinë e pasionin që ka për të rritur dhe për ta mbjellur këtë art tek fëmijët dhe për t'i kultivuar ata në rrugën e tyre të artit. E ftuara ime është e njohur në Shkodër, sepse në periudhën e formimit të saj, ajo ka natyrisht në Shkodër aktivitetin e saj. E ftuara ime sot është violinistja Brigilda Martini. Mirëmëngjes, mirë se erdhe Gjilda. Nadja mirë, mirëmëngjes. Më vjen shumë mirë që sot jemi së bashku në këtë studio. Prej kohësh e kishim planifikuar bisedën, ftesën time për ju, që ju të jeni këtu, apo jo? Shumë e vërtet. Ma si duket, ka momenti që gjanat janë pjek, edhe ja ku jena në këtë moment. Ndoshta ka qenë pak e parakohshme. Dhe tani besoj se çdo gjë që ka atë historinë e saj, është momenti të thuhet, por edhe të vazhdohet. Apo jo? Patjetër. Shkodra mbetet për ju gjithmonë një pikë, një stacion, ju ktheheni, riktheheni, niseni, vini. Është një marrëdhënie e vazhdueshme, më duket? Absolutisht si. Është një diçka që është marrë me hek. Është si me kanë ty harru datën e linjes, a mund të nodhin? Sa bukur. Është pa konceptueshme. Është turp, ma mërmandja. Kështu që unë kam nerin me kanë shkodrane, e unë shpresoj që atë ta transmetoj në vendet e botës evropiane, tjetës evropiane, sepse është me të vërtet një qytet që ka pas edhe ka kulturë të madhe që janë të mshehun. Në fakt, në Firenze të njohin
maestra Gjilda, që është shkodrane. Pa tjetër. Pa tjetër që Gjilda është shqiptare, në fillim nuk më njinin sepse nuk kisha latë konfidencen që mund të krijojnë puna, raportet me prindërit apo me studentët apo me pedagogët e shkollave. Është një diçka shumë magjike, kjo kontakti me fëmijët, që ajo të çon në disa kontakte të tjera, si me thanë, kontakti i parë është fëmia që merr pjesë, kontakti i dytë është shoku ose shoqja e fëmijës që merr pjesë, dhe ata me salutojnë, si me thanë, buongiorno Gjilda, që unë nuk e di kush janë, për shembull. Kjo është si ato rrafët koncentrik që përhapen, sepse vetë arti është i tillë. Është magjia muzikës që i shkon në përket çdo person, kush studion dhe kush nuk studion. I hin shumë thellë. Më bërë përshtypje edhe në Shkodër, keni pasur një përvojë mësimdhënie, por në përgjithësi ju kanë njohur si violiniste, keni dhënë koncerte, keni interpretuar solo. Si u gjendet ju në fushën e pedagogjisë mësimore, artistike, sepse ju keni tashmë, prej më shumë se 20 vitesh, shkollën tuaj atje. Dhe besoj se nuk ka qenë lehtë, shkolla juaj është e një spektri të veçantë, e një metodologjie disi speciale që i drejtohet fëmijëve nga moshat më të hershme e deri që ata kultivohen në moshën universitare. Kjo do të thotë që është një marrëdhënie shumë e bukur që të duket sikur artin e zbulon brenda vetes tek fëmijët dhe që pastaj e rrit siç janë ato lulet. Si puna ti zinxhirit që più i met sa më shumë e vën hallkat. Tanë ku rrin të i shtup një hallk të re. Unë kam marrë studimet në Tiranë dhe filloj direttamente në shkollën e muzikës me katedër, edhe kena një grup të rish sa po kishim marruar si Leonard Plumbini, përshëndetje Leonard Plumbini, në Asti, me Irene Mhidhi, pianisten, kemi bërë një trio, që si o qujtë trio Prehjakova. Mas disa viteve unë kam dhanë mësim për 5 vite. Ma në ishte një zgjidhje e jemja për me ba koncerte jashtë Shqipnijet, aty lini gjithë qa më nëjna filloj me Gjilda me Andru. Sepse ma mërmanja si çdo muzikant, Andra ti është me një koncertist me skenat e botës ose me skenat e qytetit, diapazoni jonë ka kënë shumë i ngusht, ma të i dal jashtë, fillon edhe zgjerohet ideja, fantazia e shumë gjana. Kanë kënë zigzake shumë të bukra, zigzake jetet që ndoshta për mu në fillim kanë kënë shumë të frikshme, sepse nuk din realitetin që do të hasësh. Por si duket, kam pas fatin të takoj edhe persona me kapacitet ose mami me thanë me një apertur të madhe koket. Në njëherë përpjekja, dëshira, pasioni, në njëherë kanë fatin të takojnë edhe njerëz të duhur për t'i dhënë jetë pikrisht hapave tuaj. Unë jam një person ma mërmanja dhe kështu më njohin shumë pozitiv. Nuk e mendoj negativen, anke se mund të hasi, sepse jeta të banë me provu shumë gjana. E vërtet. Ma mirë me thanë, ajo dashnia që i kam unë për fëmijët, që unë e kam zbulu, unë nuk e kam ditë se e kam, është një diçka që unë kam menu punën, ma fëmija më ka zgjallë mu. Unë menoj këtë. Edhe ka kënë shumë graduale, nuk ka kënë asgja e me njëhershme, asgja e përcaktume se ku do të më rrim. Absolutisht edhe sot unë nuk e di ku më rrim, unë vetëm punoj.
Kjo është pasioni, kjo është jeta. Edhe nëse njerëzit do të punonin me një pasion dhe dashuri të madhe, nuk do të pendonin rëndom që dikush në ndjek e në thot po paraja. Është shumë larg. Kur mendoj se si e kam fillu punën, është një diçka, për mua është një bukurie jashtëzakonshme. Kam fillu me 2 orë në javë. Dhe kam marru unë kam 5 maestri që punojnë për shkollën, janë shumë të zotët, janë studius që kanë studiu në instrumentista në Rusi, në Poloni, unë kam një koncertiste të Maggio Fiorentinos, që Firenzës, që është një në orkestrat ma të rëndësishme, në mënyrë absolute, Firenzës, si që është Elida Pali, një violonceliste e shkëlqyer shqiptare. Unë kam pas djalin e Dajs, si fillim Rokjakaj. Nderim dhe respekt për Rokjakaj. Është fillimi i kompletamente karrierës teme me një telefonat. Ai në Francë, që më thot përgatit të Gjildat për një audicion. Audicion që ishte për shkollën e Anjelit të Torinos, që më morën me njëherë. Eksperienca jame, fillon njohja, ma mi me thanë, këtë dhoj tip shkollet, ma mi me thanë, sepse dhe koha ka avullu dhe fëmit nuk janë me atë regullin, si me thanë, të studioj për forca 2-3 orë në ditë. Ja, unë kam krejt një metodë tjetër, që fëmis nuk kam jo korajon, nuk më lejohet, absolutisht, ti tham, nuk banë për këtë punë, sepse jena tanë të gjithë të aftë me e kap dhe me njoft muziken. Ajo është që thati, pasioni, donë me marë, apo nuk donë me marë. Për mua është një edukat që duhet me marë gjithkush. është një metodë, punët e studimit që të jep muzika. Shkolla juaj është Mozart Duemila Toscani Giovani. Një shkollë tashmë e njohur, ju e keni marrë atë eksperiencë në Torino dhe e keni transferuar në Firenze. Tashmë si drejtuese, si ajo formëzuesja e keni nisur me pak për ta zhvilluar dhe për ta bërë të madhe, mbi 20 vite në këtë sipërmarrje tuajën, po e quaj kështu sepse ju keni shumë rola aty. Dhe prandaj nuk është e lehtë, nuk jeni thjesht një mësimdhënëse. Ju jeni një promotor, jeni një frymëzuese, jeni një hartuese e programit, është një shkollë e veçantë, ashtu siç po thoni, bazohet në një metodologji shumë interesante, gjithë përfshirëse, e cila tenton, siç shprehni, ta mbjellni dhe ta kultivoni artin që gjendet brenda shpirtit të këtyre fëmijëve. Shumë bukur e përshkruve. Na kena metodën ruse, ndoshta një kjo është metoda ruse që na ka ba me shpërthy dyert e botës. Po, në Shqipëri kjo metodë ka qenë shumë e suksesshme dhe vlerësuar. Sepse një fjalë të një maestros, se na kena shumë rigidi, shumë të rregull, të rrept, edhe me vetveten kena shumë të rrept. Kështu që ai më thotë Gjilda, a ke pi amorbidentin? Zbucin e ila, si më thanë sepse gjithsesi rregullit tek ne ka hi, që unë falënderoj jashtë maset profesorat tonë, Rik Daragjatin, Valdet Hoxhen, Dori Milotin, Pjetër Gacin, masterin e 5 viteve që ka kanë për mu një diçka e jashtëzakonshme. E unë tham maestri si këto, si Pjetër Gaci, e këto emra që përmenda, janë veramente të rallë, edhe unë kam mësu
jashtëzakonisht nga ato. Dhe unë mendoj që çdo gjatë që ka kalu Gjilda personalisht me këto profesora i ka kultivu dhe përmivu në praktik me studentat. Në përdori metoden ruse, jo qysh ditën e parë. Kjo quhet metoda e Suzukit, është një metodë jashtëzakonisht e bukur me afru fëmin tek vegla, me afru fëmin tek muzika. Mi dhan edukat muzikore fëmis, mi dhan ritëm, sens, intonacion, edhe mi përzi të gjitha bashkë këto në mënyrë armonioze, e të zbulojnë tek vetvetja fëmia atë që kërkon, atë që përket. Ka raste që i fëmijët fillojnë me një instrument dhe marrojnë me një instrument kompletamente tjetër, që unë nuk i tham kur ti s'do ta përkitësh këtë instrument kjo se fillon. Gjaja më e bukur e instrumentit të arqeve është sepse të jep mundësinë mira gjithë së bashkut. Edhe unë e filloj qysh në moshën 3 vjeç fëmijë, që unë për shembull 10 fëmijë për një herë e filloj me këngën, e vazhdoj me ritmin, edhe në fund të leksionit marroj me instrument në dorë. Bami pa fëmijët për shembull që janë në shkollën sot, në shkollën 8 vjeçare, ato instrumentin e majnë në dorë, nuk ka si niveli. Niveli vjen, kultivohet piano piano, kada në vite, dhe ajo zhvillohet shumë më bukur kur është mendja lirë. Unë e quaj vedin si një, me fat shumë që kam shku në Itali, unë kam ka një, nuk e dija mund të përmani, si një farfalle, si një flutër e lirë, në të gjitha aspektet përsa i përket violinës, muzikës, se si do të fantazoj gjithmonë në shërbim të... Pra e keni ndërtuar vetë programin? Kompletamente. Metodologjin? Unë kam marrë vetëm metodologjin, ma partiturat i kam shkru vetë, i kam shpërnda me harmoni notat, kina pas një shkollë jashtëzakonisht mirë, ndihem debitore për këto profesora, e falënderoj gjithë jetën, ma dhe Gjon Kapedani, solfegj, harmoni, që janë gjana që... Nderimi pa fund për këto mjeshtra të jashtëzakonshëm që kanë hedhur, që kanë ndikuar shumë tek nxënësat dhe që kanë formzuar me themele shumë të solide. Kështu? Krejt. Unë për shembull na kena bë piano sekondare, instrument sekondar, instrument të dytë. Instrument sekondare kena thënë edhe atëherë. Kena bë pianoforte. Unë nuk kam pas as pianoforte në shtëpi, edhe baba më ka bë një kartuç të gjatë me 88 tastiera, taste, edhe të i studiu pami muzikën. Sepse do të jepte edhe saggio. Kena studiu fizarmoni, kena studiu qifteli. Dhe me thënë, janë tantë të gjana që truni i ka kap, është ba me reflekse. Këto reflekse unë i kam përcjall kompletamente në Itali, dhe unë kam studiu violoncelin, kam studiu violen. Ju vetë luani në këto instrumenta? Los, edhe me pianoforte. Si mund të mendohet një drejtoresh që nuk i di mjeshtrisht të gjitha sektorët dhe imtësitë, do thosha, të gjithë asaj që mbështjellet në shkollën që drejton. Kuptohet që unë los me fëmijët. Edhe fëmijës ja baj çdo gjatë qartë që kjo do të jetë një lojë që do të shndërrohet në një anër, ose do të jetë një lojë që do të japi një lirshmëri në veshin e vet, që të mërrin të ndhin dhe ta shijoj muzikën. Edhe në kjo saj nuk do të bëhet një artist, do të din me ndiju muzikën. Tu i keni duku me muzikën, a është ngjani me një opera, a është ngjani me një muzika da kamera, a është ngjani me një simfoni. Jo vetëm muzikë lehtë. Është një edukim i veçantë.
sidomos muzika klasike është një muzikë më të thjeshta për fëmijët. Se thonë muzikë klasike fëmijët. Keni pas vështirësi në fillim në zbërthimin e këtij konceptimi artistik, por edhe psikologjik, sepse lidhet me shuman që të formimit të personalitetit që në hapat e para. E thosha përpara, jam kanë shumë e lirë, qëllimi jem ishte të krijoshe një diçka, ma nuk dishe se çfarë do të krijoshe. Kja ishte mundësia që mu dha te shkolla Anjelit, që është kompletamente trampolini jem. Mund ta quaj. Edhe sjellja në Firenze ishte trampolini i dytë. Po një kurajo shumë e madhe juaja. Po. Kurajo shumë e madhe. Ma kam pas një mbështetje të jashtëzakonshme në familje, që është një që unë falënderoj bashkëshortin tem. Do ta përmendim pak, po le të kalojmë nuk është kaq e thjeshtë, sepse në një njëjtën kohë jam nën fëmish. Domethënë ato dietoshin ty ushqy, nuk është se jetoshin me muzikën teme. Kështu që janë disa gjana, kena kanë një skuadër, e thu shpesh këtë Merita skuadër, edhe është bashkëpunimi është një skuadër që më bukur. Edhe unë di me tha një këtë që unë qysh ditën e parë që kam vu kamen të kjo shkollë, që është një në shkollat ma të vjetra të Firences, me shekuj, qysh të 1600-ës, është një në shkollat që ruhet Braslanca. Ruhet jashtëzakonisht nga të gjithë qyteti, nga të gjithë autoritetet bashkia, po që janë këto asgja, kisha me thanë që nuk e di, është një diçka, unë thamë muzika është magjike, unë me fëmin los, unë me fëmin ulem për tokë, unë me fëmin ngasën klas, unë me fëmin ulem edhe kjaj, se nështë është mërzit se dhe dënë mamen. Unë ulem kompletamente si donë fëmija. Fëmija mu me drejton, psikologjia që kena studiu, pedagogjia që kena studiu, e që njëri donë me e kuptu, se edhe në kjo se e studion, ma nuk donë me e kuptu o tjetër gja, mu me drejton fëmija kompletamente vetë, e drejt që unë do të ruj gjithmonat raportin që... E vështirë është që një njeri që ndjen artin brenda vetës të jetë i dhunshëm. E vështirë është që një njeri që mëson artin të mos e ndjej të bukurën. E vështirë është që një njeri që ecën në rrugën e artit të mos mri në duar trokitje, në skenë, të ndjej dëshirën e ti për të hedhur hapa të tjerë. E kështu rruga e shkollës suaj Gjilda fillon që me hapat e parë, e formzohet në mosha të ndryshme dhe bën atë topin e borës të bukur e që shkrihet pastaj tek emocionet kur dali në skenë. Dhe aty maestra është vetë Brigilda, drejtuesja e shkollës, violiniste, por jo vetëm, që drejton këtë orkestër me një atak tepër të guximshëm e që me një unison fillon një pjesë që luhet kaq i bukur e që korr më pas shumë duar trokitje. Është një rrugtim, apo jo? Patjetër. Nuk kam menu asnjëherë me drejtu, me thënë drejtën, me ba dirigjim. Kam menu si andra, si thash qysh fillim të jem një soliste ose të jem një artiste. Rrugët e jetës që për mu janë çdo gja ka vlerën e vet dhe është gjuna të mos e kurosh çdo gja që të bjen jeta. Më erdhi shumë naturale, sepse si duket e doshe mos e kam ditë se pas kam dash ka shumë. Njeriu zbulon gjithmonë tek gjithmonë. Unë kam zbulu, unë nuk e kam zbulu shkollën, shkolla më ka zbulu mu.
Unë kam dalë jashtë si një diçka gracioze e shkollës që mund të ketë gracia, një falënderim shumë jashtëzakonisht i madh. Drejtori i shkollës edhe sot në koncertin e fundit që kam lanë para se me ardhë këtu, tha, do të shihni vetëm durët e Gjildes për me kuptu se si është ataku edhe si është funi. Sa bukur. Ju dha edhe pozicionin që tashmë zotroni ti një dirigjente e cila me violinën koncertiste, e cila me violinën e saj drejton tashmë orkestrën e shkollës. Po. Dhe keni marrë pjesë në shumë aktivitete brenda Italisë, jashtë, në festivale të ndryshme, në takime ndërkombëtare, jeni vlerësu dhe ato instrumentistë nga të vegjël janë rritur dhe kanë shkuar universitar. Po. Jo thash, fillim që shkolla që është, e thatë edhe ju vetë, që shkolla është çdo gjë krijuar nga zero. Kështu që frutet merren një tesh. Dihet që instrumentistat do studiojnë mi 17 vjet për me dalë një kualitet. Nuk është pak për mu me pas 5 violinista në përbot, studentat e mi që kanë fillu dhe kanë marru me mu. Unë i kam qu këtë studenta. 5 violinista, instrumentista titular në përbot. Në përbot. Një është në Santa Cecilia, një tjetër është alla Scala di Milano, një tjetër... Nxënësit tuaj? Gjithë nxënësit e mi. Nxënësit e mi, jo mi marrë e mi lëshu në konservator. Mi marrë dhe mi shoqënu baras me konservatorin. Mi shoqënu me komuniku profesori konservatorit me mu. Unë kam ba një lidhje si një rjet me konservatorin e Firences, me Santa Cecilia, që nxënësat që qoj, ato e dinë se kush është Gjilda, është profesori që njeh studentin nga jashtë fëmin. Ma kjo bahet se thjesht për mos me hup trampolinin që Gjilda me ba njohjen me instrumentistat famës internacionale, si që është Paci, Pazholin Pavaci, përshëndetje maestro, kudo që të ndodheni, sepse është me Sander Gashi, Sander, përshëndetje. Si që është Glajti Saçi, që është violina pare teatrës operës së Zurikut, që jo ma lërë se një tesh ka pas një masterclass një studenti jemi, e të tjerë, në Gjermani. Gjë shumë e bukur. Jashtëzakonisht e bukur. Edhe gjaja ma e bukur që unë menoj dhe duhet ta vazhdoj në mënyrë absolute është që të lidhemi me botën, jo vetëm me nai në Firenze. Keni pasur shumë aktivitete. Po, kemi qenë në Prag, kemi bërë një konkurs internacional që kena fitu çmimin e tretë. Nuk është pak çmimi i tretë. Absolutisht. Është pak çmimi i tretë, sepse aty marrë pjesë Praga, mandena është një ndër qytetet që i banë konkurse me nivele shumë të larta, nivele kulturore të larta. Ma proprio instrumentista të nivelit shumë të lartë. E me George Crocin kena një lidhje scambio di esperienza, ma Giorgi vjen me orkestrën e tij në Firenze, kena ba një lidhje, kena shku në Vjenë. Shumë bashkëpunime me artistë shqiptar, madje ato që janë nga Shkodra. Kjo do të thotë që përsëri ajo skuadra që ne e përmendëm si koncept, qëndron e lidhur fort në këtë bashkëpunime. E aq më tepër gjithë këto artistë kanë zënë me merit vende që janë shumë të vlerësume, të duar trokituna, e që nisin nga kjo Shkodra jonë, pra, ai Magneti. Ai Magneti, fix, ai Magneti. Janë shkolla që kam unë në këtë moment është me të vërtet një motor për fëmijët. Një motor, kur menoj vitin që vjen, për shembull që do të vinë studentat e ri, për mu studentat e ri janë fëmijë 3-4 vjeçë, studentat që kam sot, unë kthehem në Itali
edhe pak ditë edhe jena të përgatit për një koncert që do vinë maestro nga Amerika që do të bëjnë një duet me këtë violoncelisten e Maggios që është e shoqënuar nga orkestra e Camerata e Padri Skolopit, sepse shkolla që unë jam quhet Padri Skolopi. Sa bukur, po si arrin të menaxhosh të gjithë këto detyra që ka drejtimi një shkolla? Një artiste e ndjeshme, një violiniste, që zëvendin e saj dhe si spal në orkestër, që jep një mësim individual këtu në Shkodër apo diku tjetër, por që ka një përgatitje shumë të madhe, gjë që përkthehet në kontribute dhe në stade të zhvillimit, arrin edhe të menaxhoj shumë anë që lidhet me administrimin tashmë. Kjo është një tjetër mjeshtri, apo jo? Për mua ka qenë një pikë riferimit shkolla muzikës, ku na kena studiu. Shkolla jepte instrumenta. Shkolla e Shkodrës. Shkolla Prekjakova. Që mendoj që ka kanë në tana shkollat e muzikës në për Shqipëri, si që ka kanë liceu artistik. Unë fornizoj studentat me instrumenta, me violin, me violoncel, me pianoforte, me kontrabas, me viol. Studentat nuk blejnë instrumenta. Ato i ofroj gjithmonë, gratis, dhe ato ka një kujdes të jashtëzakonshëm. Me noll që prishet në instrument, ato shkojnë, blejnë instrumentin e ri dhe ma binë. Kjo është ajo... Janë pak të edukum, pak shumë të edukum. Ka gjithfarit, po ne ka dhe prej atyne që me thanë që me të vërtet nuk din që është regulli, ma unë jam i fije e forte, kuptoj këtë që kam pulsin që mi thanë gjana qysh në fillim, që regullat janë këto dhe kjo se anini për me najt kretë lirshëm. Ju përmendët një nga mjeshtrit që për ne është vërtet krenari, maestro Paqalin Pavacin. Në një intervistë në studion Mirëmëngjes Shkodër, ai përmendi një bashkëpunim. Është fëmia, tha, është artisti, është mësuesi, por është edhe prindi. Shumë e vërtet, shumë e vërtet. Unë puna ma lodhshme e jamja nuk është fëmia, është prindi. Punoj jashtëzakonisht me prindin, nuk më njohin. Muzika nga njëherë është një lanë sekundarja që unë me punën që baj, me grupin që jena, e kalojmë kompletamente si një lanë, si gjitha lanë të tjera, pas një dhoj lëshimit. Lëshimit që është një materje, jo, është materje, nuk është sport. është lanë, është disiplin. është disiplin, kompletamente si të gjitha disiplinat e tjera. Dhe ndoshta kjo mënyra e të spjegumuni gjanat se si funksionon dhe si është e mira me funksionu gjanat, ndoshta proprio nuk është kjo që ato kanë knatësinë e muzikës. Ndoshta në atë moment hin kurioziteti me njoftë shkollën edhe gjilden, që unë mendoj që në momentin që kanë hi, kanë rëmë. Ka ba përshtypje ai Qels i art, i cili jep në dorë violinën, ndoshta që në ditën e parë. Dhe vetëm me një notë, e cila vendoset tek impostimi, tek teli i duhur dhe mundësia e harkut aty ku duhet, dhe që është mbështetëse, dikush tjetër lot melodin, aty fëmia e ndjen veten pjesë të orkestrës pa ditur instrumente. Eksakt. Kjo është magjika. Besoj se është magjika. Atëherë, unë kuptohet që marr pjesë të Zekinodorës apo marr këngë të ndryshme, baj parti në orkestrimit, marr një tonalitet shumë të thjeshtë, më falni. Marr një tonalitet shumë të thjeshtë, të kapshëm për veshin e fëmijës dhe të kënushëm për veshin e fëmijës, të kënushëm nga kordet vokale, nga kordet në diapazonin e shtrirjes vokale, të zaneve corde bianche, come si dice, voci bianche,
dhe melodinë e baj vetë. Ato merren nënç nga melodia që unë i los, e ka herë e kaloj në violoncel, ka herë sepse unë du t'i baj të dëgjoj tingullin e violoncelit, tingullin e violinës, të pianos, apo të violës, edhe pse violën e filloj shumë vonë, dhe me thanë mas një 5-6 vitesh që fëmija mund t'jetë në klasë 5-6. Dhe ata vrapojnë tek dashuria e tyre, tek një instrument apo të një tjetër që ju që i ngjet më shumë me shpirtin e tyre. Brava, unë i la krejt të lirë që ato me shku me përki instrumentin që i donë, mandaj unë punoj shumë, të i pa durt, të i pa mënyrën e të najonit, të i pa mënyrën e impostimit të krave, se violina ka një violoncelli, violina, instrumente të harqit, ka një harmoni në lëvizjen e krave që du t'jenë perfekte, që ashtë vetëm natyra që... E shoh që ju jeni shumë e përfshirë. Vetëm një njeri me pasion punon pavarësisht se ku ndodhet, në mendje dhe në shpirt gjithmonë gjeneroni shumë anë kreative të mundësive që muzika, arti, por edhe pasioni juaj ju shton. Mirë po njeriu është kompleks, ka jetën e tij, ka detyrimet e tij, ka jetën familjare. Në një vend të huaj, natyrisht këto balanca duhen shikuar shumë rigorozisht, sepse asgjë nuk të ofrohet se po të njeh dikush. Jo, ti duhet ta njohësh veten. Po si ka ndodhur që ju ti përkushtoheni kaq shumë punës, natyrisht me atë masë që shpirti juaj e ka ndjerë, dhe njëkohësisht jeni pjesë e një familje që ecën me ritmin e jetës, të kohës, kjo do të thotë, unë nuk e di, po duhet të keni pasur një kimi të veçantë, një kombinim të veçantë të skuadrës suaj familjare. Ma mërmenja që është një diçka që në çdo familje noll kjo gjatë që të ketë një mirë kuptim në kopje. Jo gjithmonë. Jo gjithmonë, e vërtet. Por që në momentin... Për të pasur një sukses duhet që çifti të ketë mirë kuptimin. Absolutisht, sepse është një ranesë shumë e madhe psikologjike kjo puna që i baj. Unë nërryhem, dhe me thanë, unë ditën e kam të ndame me anën ekonomike, kontabilitet, orë të studimit violinës, thjeshta me majtë veglën dorë, sa me kenë sepse ju edhe jeni lauruar, edhe atje, keni pasur edhe një tjetër studim, Po. Nuk është për t'u anashkalu kjo. Kjo ishte studimi, me të thanë të drejthen, ishte një diçka që më kishte njëllë branda, me jetë në sensin që për çau nuk duhet ta njoh, edhe pse jam e sistemume, po të thona, përdorim fjalën pak të thjeshtë, sistemume me punën. Është vërtet, nuk kam kohë, edhe me dash, me më marr, me gjana tjera, nuk kam hiç kohë. Por edhe vetë profesorët më thoshin, Gjilda, është shumë gjëna ti mos me pas titullin, thjesht ta kesh, mos edhe në aty nuk ka rëndësi. Po, kam studiu shumë psikologji, pedagogji, sociologji, shumë jashtë maset, edhe muzika da kamera kam pas. Muzikën e dhomës. Muzikën e dhomës e kam pasur si provim. Edhe aty kam studiuar, por unë kam pas gjithmonë veglën dorë, nuk kam pas probleme të tilla, repertori i muzikës është pozi i gjanë që mund të zgjedhësh, dhe janë njëna pjesë më e bukur se tjetra, nuk din ke me zgjedh. Pra e keni pasur të përcaktuar në një farë mënyre, dhe gjithmonë kur çdo gjë planifikohet në një farë mënyre, ne themi duhet të planifikojmë, Zoti ka planet në dorë, të kemi shëndet dhe mbarësi, por njeriu nuk duhet të jetë s'duhet me qenë absolutisht e pa organizuar. Absolutisht. Ju e organizoni ditën tuaj dhe
çdo periudhë që keni me shumë angazhime. Ndërkohë që angazhimet familjare keni një tjetër mundësi, se po nuk qenë mirë kuptimi. Ashtë bashkëshorti im është një djalë shumë i ngamba, se mundë me e thanë. Ju keni shumë vite martes, keni vajzat e rritura edhe ju shpreheni në këtë mënyrë, siç duket jeni si atëherë kur u njohët. Krejt. Ma mërmenja se ka një gjë më bukur që që na dy, do me thanë, kena një raport shumë të respektueshëm nëpërmjet njani me tjetrin. Shumë i respektueshëm, ka njek fëmijët jashtëzakonisht, ka qenë gjithmonë mbrapa fëmijëve. Unë kam qenë mas ti. Fëmijët më kanë dashur edhe drasht, por kam përdor gjithmonë një hap mbrapa bashkëshortit. Se ka një komunikim shumë bukur, shumë bukur, shumë bukur. Unë kam mësu shumë prej tij. Unë kam atë forcën, temperamentin dhe rezistencën. E kam shumë të fortë rezistencën dhe kam një paciencë si tham këherë, mos më quajnë budall. Kam paciencën shumë të zhvilluar. Ndoshta ma ka baf shumë puna, ma ka baf shumë fëmija, sepse me fëmin po s'pate paciencë, ti ma mirë me lanë punën. Në fakt, konsultohesh ndonjëherë edhe në familje me ndjesitë e punës, me... Ja, kam një shoqe, psikologe, është psikologe për fëmijët, edhe çdo problem, çdo gjë që e ka shkolla mbrëm, e kena orë tona që duhet më konsultu për me pa se mos ka ndonjë problem që muzika ja bën të dalin jashtë ky problemi i fëmijës, se ka gjithfar fëmijë, ka fëmijë që kanë probleme të përqendrimit, të marrjes mësimit, të përqendrimit, përqendrimit ma edhe të marrjes mësimit, të kuptimit të mësimit. Do të thënë çfarë është ajo që faktikisht përqendrimi është ajo fjala, por edhe logjika, edhe kuptimi i një spjegimi, po thona, profesori i matematikës. Unë marr matematikën gjithmonë sepse për mua ka një lidhje të jashtëzakonshme. Matematika, shkenca me muzikën ka një lidhje të jashtëzakonshme. Në klasë të tretë fëmijët fillojnë tabelen e shumëzimit. Që janë gjëra që i di edhe unë sepse unë punoj. Jeni shumë afër të gjitha atyre ndjesive. Absolutisht, unë do të jem shumë afër. Unë do të jem afër edhe për hartimin. Se si shkruhet një hartim. Unë flas me profesorat, sepse ajo është një diçka që unë e zhvilloj në pjesën e muzikës. I jap fëmijës një pjesë dhe unë i shpjegoj si më kanë të shpjegoj një hartim. Sepse ai nuk e din kompozimin ç'është. Kompozimin mund t'ja shpjegoj në klasë 8. Ose në klasë... Pra, çdo gjë troket tek ajo panoramë e shpirtit që fëmia ndjen. Qoftë kur dëgjon një tingull apo një vi melodike, por edhe kur ka një ndjesi sociale që lidhet me marrëdhënien. E gjithë kjo është një ushqim, një edukim që shpirti i një fëmie transmeton. Për shembull, kjo mënyra e Suzukit, metoda Suzukit, nuk është asgjë tjetër veç një socializare, me najtë përfshirje, komunikimi, socializim, komunikimi njani me tjetri, me ditë me najmë njani me tjetri, me ditë me respektu kur flet tjetri dhe ti me e prit deri që të marrojnë fjalen, mos me eksperiencë fantastike sipër tjetrit, sepse ti nuk kupton as se çfarë flet tjetri. Domethënë janë të gjitha këto detalje që është ajo puzzle që e përshkruan edhe ti Merita shumë, është një puzzle familja, no? Që gjithçka krijohet, gjithçka ndërtohet, unë jam tani kohën ndërtim. Però gjëja më e bukur, ndërtim. Një mrekulli. Vajzat tuaja kanë artin. Kanë
në artin, assolutamente artin pa tjetër. Si mund të ishte ndryshe? Si mund të ishte ndryshe? Unë thash që i kam ndaj gjithmonë një hap mas tem shoq, mas bashortit tem, ma ka pas raste që kam ecë paralel me ti. Kam insistuar për të dy fëmijët, si me thanë, me marrë studimin. Ajo që i thash parë, edukimi muzikës është një kulturë e jashtëzakonshme për fëmijën. Edhe thjesht me shkumendim teatr, operat, ai duhet me pas edukat në gjimit. Se ba me shikju muzika qasht të nigjoj dhe don me keni nigjum. Muzika ka këto dy gjana, të dëgjosh dhe të jesh i dëgjuar. Madhja, vajza madhe, ka kanë violinistë shumë e mirë, ma studimet e saj shkencore e kanë limitu i fijat studimin e madh mi violinën që violina e kërkon, se violina duhet me thanë është një instrument shumë brillant. E vërtet. Shumë brillant. Kur ke një nanë profesioniste nuk të donë me të lanë me gabu. Po nuk është gabim faktikisht, kjo është një gabim i jami që e kam mendu. Kur e mendoj sot, është gabim i jami. Sepse nuk është të thanë unë që tanë duhet të rinë spalë. E vërtet. Spala, pa violinistat mrapa, spala s'ka që banë vetëm. Kështu që është një gabim i jami, po t'y kanë gjithmonë t'y e maj bedin në, po thona, në pikat nalta, t'y pretendu, kam gabu se njeris duhet me pretendu, ma duhet me pretendu edhe një diçka normale. Atë që jam t'y ba me fmit, faktikisht tjerë, studion violen. Nga violina e kam kalu në viol, sepse është mënyra ma perfekte për me u ba një violist i mirë, të njohësh mirë violinën. Vajza studion krejt kompletamente bioinformatika medica a Milano, është në vitin e fundit. Vajza tjetër është pianiste, është lauru vjetë në Qëshor dhe edhe pak ko laurohet në ortotika. Të dy vajzat në shkencë. Pra, një hapësirë që ushqen të gjitha fushat e veprimtarisë, siç është muzika. Në fakt ju thatë që sa po të ktheheni në Itali, do t'i përkushtoheni një tjetër aktiviteti, e cila ju impenjon shumë dhe siç kam parë edhe në CV-n tuaj, viti shkollor nuk mbaron me thik, përkundërzi ajo ka aktivitete të tjera, gjithë përfshirëse me fëmijët që ushqejnë shpirtin e tyre dhe që i bëjnë të bëhen më të ndjeshëm, më të butë, më produktiv tek vetja në radhë të pare, pastaj ta kërkojnë atë tek ambienti. Ju do të keni një aktivitet. Po. Si që thashë, muajin e fundit, dhe me thanë, ditë e fundit të qeshorit, do të bëjmë këtë koncertin me kameraten, dhe fill mas kësaj, unë për çdo vjet, janë të 22 vite, që unë bëj stage di muzika, që shkoj në mal, dhe bëjmë studim në natyrë të hapur, studiojmë jashtë, jo në dhoma. Dhe mas kësaj bëjmë koncertin e fundit që mbyllet sezoni i çdo jazz. Unë gjatë gjithë fjalës suaj, Gjilda, është shëtita në një oaz të mrekullueshëm, ku gjej tinguj të brisht që fuqizohen, hapa që rreken të kapin një udhë të gjatë, ndjesi që lidhen me stepje, por më pas edhe një vrapim entuziast. Gjeja të frymën e gruas, të nanës, të psikologes, të artistes, të mësueses, e cila përmbledh shumë nga këto cilësi. Por edhe një bashkëpunim, pa bashkëpunim asgjë nuk bëhet, me shumë artistë të tjerë, me familjen tënde në radhë të parë. Kjo është ajo që më shtjell pasionin, që t'jep çdo ditë motor për të shku për ta kap, për
të qëndru tek ajo shkollë, tek ata fëmijë, për të marrë përshëndetjet e tyne, edhe për të thënë miropafshim nesër. Kjo është. Patjetër. Qoftë edhe një telefonat që të vjen nga prindi, edhe kur je në shtëpi, Gjilda, si kaluat sot, kjo do të thot një interesim, një vazhdim nga një ditë tek një tjetër. Kjo është jeta. Kjo është kompletamente ushqimi jonë. Nëse unë do të la mësimin, edhe pse jam një drejtore e shkollet, apo një drejtuese e një orkestret, mësimdhamja është arma ma e bukur e një drejtuesit për me kuptu mbrëm problemin e çdo lloj fëmije, sepse ti nuk hup atë fijen delikate të mësimdhënies, që jeton kohën në zbulim të personit, na zbulojmë talentet në këtë mënyrë. Nuk është thjesht i japim mësimin dhe të studiojnë apo nuk do të studioj studenti. Ja, na nuk i thona kërkuj ti je talent. Ai del vet, nuk baj asnjë vështirësi me qit talentin. Ky është pasioni i mësuesit. Dashuria. Filli i bukur që përshkon një ecuri që nis që herët e vijon për më gjatë. Ishte shumë kënaqësi, Gjilda, që komunikuam së bashku sot në programin Mirëmëngjes Shkodër. Ishte një tringëllim e bukur shpirti për të gjithë ata që kanë emrin mësues, për të gjithë ata që e shohin këtë pozicion jo si detyrë, jo, si një mision të jetës, sepse mësuesit janë të paharruar. Të falenderoj shumë, Gjilda. Shpërndave mesazhe shumë të bukura përmes praktikës, i jetës, çdo hapi tënd. Faleminderit shumë. Shpresoj. Të uroj shëndet e jetë të gjatë, por edhe këtë ecuri që nuk ndalet në asnjë ditë. Këtë burim të pashtershëm që ti e ke brenda vetës dhe që ja jep me kaq dashuri fëmijëve. Faleminderit. Për jush. Faleminderit dhe miru takofshin gjithmonë në hapa, në suksese, në mbarësi të tjera. Faleminderit shumë. Faleminderit.